Rikthehen në zjarret në Vlorë. Rritja e temperaturave ka sjellë situata e para problematike me zjarret në disa zona të qarkut, por edhe të bashkisë së Vlorës. Një prej rasteve shqetësuese është regjistruar pas ditën e të premtes në zonën e fshatit Hoshtim të njësisë administrative qendër të bashkisë së Vlorës. Një zjarr me përmasa të konsiderueshme, i cili dyshohet se ka nisur rreth mesditës, është prapur me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me shkure, bimësi të thatë, por edhe rrënjë ullinj. Flakët janë favorizuar edhe nga era e fortë, e cila ka vështirësuar ndërhyrjen dhe ka bërë që zjarri të avancojë në disa drejtime. Në zonë kanë mbritur menjëherë forcat zjarfikse të Vlorës, të cilat për disa orë kanë luftuar me flakët për të izoluar vatrat aktive dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit drejt banesave apo sipërfaqeve të tjera të mbjella. Në ndër të tyre janë angazhuar dhe banorë të zonës, të cilët kanë kontribuar në neutralizimin e flakëve. Situata është normalizuar vetëm gjatë orëve të mbrëmjes, kur zjarri është vënë plotësisht nën kontroll. Megjithatë, dëmet e shkaktuara raportohen të jenë të konsiderueshme, kryesisht në sipërfaqe me bimësi dhe ullinj. Ndërkohë, lidhur me situatën e krijuar, ka nisur dhe hetimet për të përcaktuar shkaqet e rënies së zjarrit dhe për të verifikuar nëse kemi të bëjmë me një rast zjarrvënie të qëllimshme. Autoritetet apelojnë për kujdes maksimal, pasi temperaturat e larta dhe moti i thatë rrisin ndjeshëm rrezikun e prapjes së zjarreve gjatë sezonit të verës. Me nisjen e sezonit të nxehtë, zjarret po rikthehen sërish si një problematikë shqetësuese për zonën e Vlorës dhe jo vetëm, duke vendosur në gatishmëri strukturat zjarfikse, por dhe emergjenca civile.